vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Fatimeja radiallahu anha, u ankua për punët e shumta të shtëpisë. Aq lodhje e madhe, duart ishin coptuar, ishin lodhur, ishte raskapitur me gjitha ato punë shtëpie. Shkoi dhe u ankua te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'ja mundson ta merr një shërbetore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "A doni t'ju tregoj për një gjë e cila është më e mirë se shërbetorja? A don të kesh fuqi më shumë se sa të ndihmon ti një shërbetore?" "Po ja Rasulullah", tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "kur të biesh në gjumë para se të fleni, thoni 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 34 herë Allahu akbar. Me këtë Allahu azza wa jall do t'ju jap fuqi e cila është më e mirë se shërbetorja."